Ka marrë pjesë në arrestimin e shohollit, respektivisht i ka besuar ti dokumenti që sot gjendet në dokumentin pra në aktakuzën e prokurorisë speciale. Meqense Ramush Haradinaj ka folur shumë shpesh për një temë të tillë, a mendoni ju se ky dokument është i vërtetë? A qëndron? Nuk ju besoj shumë ty në kuzhinave, për shkak se ka tendencë për me përqau popullin, edhe vetë fakti që gjendet një dokument që për shkak ndërhyn ose nërsen popullin nër vetin kuptimin fetar, Prishtina do t'jetë një Kandahar, radikalizmi islamik në Kosovë, do t'a bën ato, do t'a bën këto, dhe me thonë, unë jam i prej mos me i besu. Pra, kjo mund t'jetë një lojë shërbimeve serbe? Këto numra, këto Filistina din mas mirë me i bo Serbia, por unë besoj shumë si gjykata, këto do të me i vlerësu. Jo unë e të në studio, se këto i takojnë institucioneve cilat kanë ekspertizë të veçan, të formës validitetit, kur janë, kush i ka shkru, qëfar qëllimi kanë, si ka qenë targeti, ku janë depozitu, në cilat forma, se për shumë e pasha dhe një sanë që thojke në përmes gjamiave të shteteve islamike në Beograd, do të ndërtohen gjamia në Kosovë, ku dion. Njerëzit në Kosovë nuk duhet më një keq për çfarë besimi kanë. Njerëzit në Kosovë duhet më një keq në rast se nuk i shërbejnë venit vetë. Edhe këtu fatkeqësia më e madhe atë na është se shumica, absolut shumica e popullit e dojnë Kosovën. Ka raste që nuk dinë as çush mi dashur. Me thënë, të mundu ndoshta vetëm i bëu mirë Republikës Kosovës, po i bojnë edhe dome. Ne jemi orientimisht shtet perëndimor, kemi aleancë përjashme, kemi thonë me zo, edhe kemi dëshmuar me Amerikën, në këtë drejtim shkojmë, jemi partner serioz i tyne, jemi kandidat për Bashkim Evropian, potencialisht shumë shpesh shpresoj që t'jemi edhe antari NATO-s, dhe ne nuk duhet me na friksu se cilit besim i takojmë. Edhe askush nuk duhet më një keq, qoftë ai katolik apo muslimon. Dhe këtu duhet me pas shumë kujdes edhe ata që të përfaqësojnë fenë. Mos me leju me ndërhyr një palë tretë në këtë mes. Ne kemi një kulturë historike që kemi respektu jashtëzakonisht shumë një tjetrin, pavarësisht bindjeve fetare, dhe kjo ka qenë një prej shemujve më të mirë që edhe bota na ka vlerësu kështu si jemi. Ndërsa për emrin e përveçëm, për emrin konkret, njerëzit duhet më kursy pak se unë pisho që ka tendencë me gjujt për një kampi në një kamp. Ky zotnia dihet bët nesh që ky kishte punu me vite për inteligjencën e Kosovës. Dhe pse është arrestuar nëse ka qenë spion i AKI-s? Unë mendoj që është një limon i shtrydhur, nuk ka prodhu gjoma dhe nuk ju ka dashur institucioneve, dhe natyrisht edhe në kohë të luftës Serbia i ka përdorur shumë spiona në Kosovë deri në momentin që ju kanë argjit informata, në fund ja u ka dhënë diplomë zvesh, i ka gjujt bërllog. Jënë mundu, bile mi ja fakturu në ikon edhe UÇK-s. Po. E di në rajon tani, në tribunal të Hagës në atë kohë, shumicën për tyne që vetë i ka vra, tentoj që mi thonë jo këta i vrajtën, jo ashtu. Kështu që unë mendoj që inteligjenca janë nuk ka pas shkanxjerë më apetije, dhe përfundimisht ja ka lidhë durët e ka qitë para drejtësisë. Gjo që është krejtë çështë normale. Dhe kur thoni që në fakt ky dokument mund të jetë i falsifikuar, dhe natyrisht gjykata do ta vërtetoj këtë, jo ne këtu. Nuk thëmë i falsifikuar, unë po thëmë, pesha, ku është gatu, kuzhinat e Serbisë i bojnë këto gjana. Por nuk duhet me dho pesh nësë si shoqni ati dokumenti, sepse nuk përfaqëson sen, se unë jam i bindun që shqiptarët janë vetë deshëm pjekun mjaftushëm në aspektin kombëtar. Nuk mund është e mu me mbo as të Afganistanit, as të Kandaharit, as që unë jam shqiptari i Kosovës. I lutë në Zotit, i besoj aty ku besoj unë, është e drejtë e jamja personale, dhe kështu duhet me funksionu në Kosovë. Çdo tendencë me na hek për kësaj, nuk na animon gjo, se si nimoj unë të armës Kosovës, qoftë që e nëroj fenë sot. Nuk i nimoj, kur e qenë, po të rruje përfaqësimin identitetin tonë si shtetë, si kom, edhe rruje, natyrisht, vlerat universale që i kemi të